Universiteti Fanstilianoli i Korçës mori pjesë në konferencën shkencore Ndikimet shoqërore 5, të zhvilluar në Shkodër me pjesëmarrjen e studentëve dhe pedagogëve nga 6 universitete të vendit. Universiteti u përfaqësua me studimin mbi trajtimin e komunitetit rom dhe egjiptian në sistemin e drejtësisë. Përfshirja dhe Universitetit të Korçës përbën të njërisi për këtë vit, sepse kjo konferencë ka disa vite që zhvillohet. Për sa i përket diskursit që lidhet me gjendjen penale, gjyqësore dhe diskriminimin e tyre nga organet të cilat duhet t'japin drejtësi, sigurisht është një nga çështjet më të prekshme për këtë lloj komuniteti. E gjithë konferenca ka 12 punime dhe është bashkëpunimi i 6 universiteteve të ndryshme të Shqipërisë, të cilët për herë të parë në Shqipëri kanë ngritur zyrën e studimeve rome pranë Fakultetit të Shkencave Sociale në Tiranë. Në konferencën e sotme do të prezantohen të 12 studimet dhe së bashku me këtë na vjen edhe botimi i librit Ndikimet 5. Ishte kënaqësi për mua të merrja pjesë në konferencën shkencore Ndikime 5, me punimin që lidhet me mënyrën se si komuniteti rom dhe egjiptian trajtohet brenda sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Një bashkëpunim midis Universitetit Fanstilianoli dhe organizatës Vishkë Pustemia. Ky prezantim dëshmon për kushtimin e Universitetit të Korçës ndaj kërkimit shkencor dhe angazhimit në çështje shoqërore me rëndësi për komunitetin.